Pse çaji I hibiskut është një nga çajrat më të mrekullueshëm, më të fortë, më antioksidues në botë, dhe këtë e tregojnë dhe shumë studime, duke I kaluar dhe shumë radh para dhe çajrave të tjerë. Po. Ka ndonjë arsye çfarë e bën këtë kaq të fuqishëm si çaj dhe pse duhet ta përdorim, çfarë sjell? Nëse do ta shikojmë në kompleksitet, petalet e kuqe të hibiskusit, pra këto që ndodhen pas shpinës time, janë plot e përplot me antioksidant, me acide organike. Këto janë ngrënë vlerat më shumë, prania e acideve organike në të, prania e flavonoidëve, të cilat bëjnë të mundur që të relaksojnë arteriet dhe venat, të përmirësojnë shumë mirë qarkullimin e gjakut. Plus kësaj është I pasur me vitamina, në veçanti vitamina C, të cilat kryejnë më së miri relaksimin dhe çlirimin e atyre ngërçeve ose të atyre spazmave që mund të pësojnë këto arteriet dhe venat, qoftë nga ndonjë stres nervor ose nga ndonjë mos funksionimi mirë I veshkave. Pra, e pasur me këto flavonoidet, e pasur me këto antocianidinat që I japin atë pigmentin e ngjyrës së kuqe, kjo ka vetin që të nxiti në mënyrë të mrekullueshme gjithë sistemin urinar dhe të bëj largimin e ujit dhe të kriprave të tepërta nga organizmi. Nga mbajtja e ujit të tepërt, për shembull. Po, patjetër. Kështu që edhe në mjeksi njerëzit që duan të ulin për shembull tensionin e lartë, kështu, shkarkues marrin të parin. Kjo është një shkarkues. Këtë funksion e kryen më së miri. Pra, nëse një person ka një temperaturë normale, për shembull, ka një gjendje anksioze të qetë, nuk është me diçka nervoze, por ka si thua tensionin, le të themi, që I ka shkuar 200, 280, me le të themi 140, 150 pra ky diastoliku, atëherë unë do t'i këshilloja e para njëherë shpejt këmbët në ujë të nxehtë, e dyta një gotë çaj me hibiskus. Nëse na mungon hibiskusi, atëherë duhet të përdorim atë hudrën dhe limonin në mënyrë të vazhdueshme. Pra, 2-3 thelpinj hudra, rrim pak, mund të konsumojmë edhe një tjetër, përdorim një limon të shtrydhur, po do t'ishte e mrekullueshme që njerëzit ta kenë atë hibiskusi në shtëpi dhe ta përdorin. Pra ata që vuajnë nga tensioni I ulët, doktor, duhet kenë kujdes, besoj se I ul më shumë, meqense ai që ka tensionin e ulët nuk duhet ta përdori hibiskusin, por mirë është të përdori, për shembull, pak dhall me krip, pak ujë me krip, pak krip poshtë gjuhës nëse është emergjente e menjëhershme. Pra nëse ai po mbulohet me dirës të ftohta dhe sikur po fiket kështu, kripa poshtë gjuhës menjëherë ky natrium e aktivizon, thuhet, si thua, e rrit çik tonin e punës së zemrës. Po, për ata që kanë tension normal, por duan ta përdorin hibiskut për vlerat e tjera antioksiduese, largimin e lëngjeve, qarkullimin e gjakut, më mirë e të tjera. Nëse e përdorin shpesh rrezikojnë që të kalojnë në një tension të ulët? Jo, nuk duhet ta përdorim gjatë, pasi ky së bashku me këtë çaj në gjelbër mundet që të na ndikojnë në hollimin e mureve të zemrës. Pra, ai që ka mure të trashura mund të bëj kombinimin çaj gjelbër plus hibiskus. Dhe do të vëmë re që muret e zemrës fillojnë të ulin atë trashin e tyre dhe muskulatura fillon që të jetë aktive, të jetë e shëndetshme. Pra, përdorimi këtyre të dy çajrave, çaj gjelbër dhe hibiskus, dhe ecja malore, këtyre kësaj kategorie njerëzish ju bëhet mrekullisht mirë me përdorimin e çajit të hibiskusit dhe të çajit të gjelbër. Nëse do t'i krahasoni të dy, doktor, çajin e shirë dhe çajin e hibiskut, këtë do vendosin t'ju në vend të parë? Nuk diskutohet, është absolutisht shumë më përpara, më lart hibiskusi. Mund të themi më lart edhe se trëndafili i egër për praninë e vitaminës C. Mund të themi edhe më I mirë se bari I bletës në drejtim të qetësimit të sistemit nervor, se bari I bletës qetëson sistemin nervor, ndërsa hibiskusi na ndihmon në largimin e radikaleve të lira në organizëm,
pra është si një antioksidues i fuqishëm dhe këtë e bën ai pigment i kuq, ato antocianidinat që unë i përmenda dhe flavonoidet në brendësi të tyre. Po, nëse do ta kombinonim për të arritur akoma më tepër fuqinë antioksiduese, do ishte mirë për shembull me frutat e pyllit ose me këto Ose do ta shoqëroj me frutat e pyllit dhe fuqia e këtij rritet, shumë fishohet, ose me murrizin për pastrimin e enëve të qarkullimit të gjakut në epikarpin e zemrës. Pra edhe lulja e murrizit, kjo Crataegus monogynia, është e mrekullueshme për të harmonizuar dhe shoqëruar me hibiskusin. Ne e gjejmë kryesisht në gjendje të thatë nëpër aty ku tregtohet, por që sezoni kur e ka? Unë të drejtën e bolla në lushnjë të ferma aty, më shumë u bë ky me ngjyrën Leila, dhe më pak ky e kishte më të vështirë, ndoshta unë ja vendosa fajin, le të themi, lagështirës ajrore, që ka fusha e lushnjës në mëngjes. Kjo filloi që të ma kapte atë drurin nga jashtë, një kërpudhë mykotike ishte ajo, e cila bima jetoi shumë shkurt, diku 3-4 vite, ndërsa petalet që bënte ishin të mrekullueshme. Mendoj që në vendin ton, po të bëhet njërë, se për ta thare zgjidhim në... Është e vështirë të bëhet në terrenet që kemi në pozitën ku jemi? Si thuash, kjo është një bim e gjerësisë gjeografike, jo 19-22 që jemi neve, gjerësi gjeografike veriore, por është më poshtë, mund të themi 16 deri në 18. Ndryshe, ne duhet ta mbajmë në sera. Ajo bëhet edhe kështu se është gjetherënse, por nuk do atë lagështinë dhe atë dimrin e acartë ose ato errat e ftohta. Ndryshe nuk mund të mbajë edhe ngjyrën edhe të gjitha ato elementet që u përmendët. Ngjyrën kjo e krijon sepse thash që kjo çel si trëndafilat, është një lloj trëndafili. Okej. Është një lloj trëndafili. Gjetherëns i bien gjethet në vjesht, çel në pranverë, duron dhe temperaturat e ftohta, por nuk do lagështirën. Dhe këto temperaturat e ftohta mund t'i durojnë ndoshta deri në -5 gradë, jo më tepër. E kuptova. Mirë, më duhet ta mbyllim tani. Për të dyja tema do të kemi sigurisht vendin ton në kanalin ton në YouTube, në Rrezë e Diellit, të hënën e ardhshme vi me doktor Ylli në Bima dhe Shëndeti me një tjetër temë. Faleminderit. Javë të mbarë, doktor. Ju përshëndes nga Rrezja jon, shihemi nesër. Vazhdim të këndshëm.